Të nderuar televizionistë, selamu aleikum. Mirë se erdhët në ciklin tonë të emisioneve Familja. Jemi akoma në suazat e trajtimit të temës të mos rënohet familja. Pra, si ti përballojmë sfidat që na vijnë sot nga moderniteti, nga teknologjia dhe nga zhvillimet epokale pra që po përjeton shoqëria njerëzore në kohën tonë. Si gjithmonë, për të trajtuar këto tema dhe për t'i kuruar në mënyrën si duhet, kemi bashkë në studio hoxhën e nderuar Ahmet Kalaje. Hoxhë i nderuar, mirë se erdhët. Mirë se jeni, sot i nderuar. Duket sikur sot në epokën ku çdo gjë është vlerësohet, çdo standard, çdo vlerë është vlerësuar bashkë me të dhe familja. Për debatin më të vogël, ne dëgjojmë çiftet që thotë s'ka problem se do divorcohem, s'ka problem se është normale tash që njerëz le të ndahen, pra sa ndikon mungesa e formimit, e edukimit fetar, kulturor rreth familjes, por dhe përhumbjen e vlerës së saj dhe peshës së saj. Më kujton kjo me Malezin. Në Malezi është një rregull që e kanë ato. Askush nuk pranon që një çun për shembull të kërkojë dorën e vajzës apo një vajzë të lidhet me një djalë nëse nuk paraqet dhe një certifikim. Për le të themi për familjen që bën trajnime. Një trajnim sado i vogël qoftë për familjen dhe rolin dhe pozitën e familjes. Sepse është, le të themi, është një institucion i ri tek i cili do të futemi dhe duhet dim si funksionon, si janë rregullat, çfarë ndikon për mirë, çfarë ndikon. Ky emisioni jon, le të themi, pra që me shpresë Zotit do të jetë afërsisht tek 20 apo 21, le të themi emisione, ky është le të themi një lloj trajnimi. Pra që çdo çift, domethënë duhet ta shohë, duhet ta ndjekë, duhet të kuptojë thellësinë dhe rëndësinë që ka kjo gjëja që quhet familje. Pse Zoti i ka dhënë kaq shumë rëndësi, pse profeti Alezami ka dhënë kaq shumë rëndësi, pse Islami e sheh familjen si kalan e fundit që mund ta mbrojë njeriu nga çdo lloj rreziku, pra e sheh si diçka shumë të rëndësishme. Unë mendoj që kjo gjë duhet ushqyer, duhet ruajtur tradita dhe zakoni. Ne kemi tradita shumë të mira, domethënë pak mund të kenë qenë edhe ekstreme, që më thonë që shkonte puna deri në sakrifikim për të mos u shkatruar familja. Unë nuk po them deri në atë shkallë, se nuk jemi më në këtë lloj fuqie, le të themi, të madhe, domethënë të njeriut sot, por të paktën domethënë të ketë një lloj sakrifice, një lloj mbartje të gjës, domethënë, jo të mendohet direkt shkatrimi, direkt prishja. Domethënë është bërë sikur s'ka asnjë lloj vlere, e mirë provum po nuk shkoi, nuk është kështu gjëja, sepse ne e shohim me sy tjetër dhe duhet ta shohim me një sy tjetër. Dhe tradita e ka parë familjen, si thoshte ai, gruaja nuk ndahet ato vetëm se për 3 gjona, thotë për immoralitet 1, nëse ka dorë 2, nëse nuk bën punë të shtëpisë 3. Por kjo ka qenë. Ose kur e jepte gocën, i vetë edhe plumbin ke paja gocës. Që gjë zotni, s'mund ta marrësh ti mund gocën të më ndash pa arsye, kupton? Qartë. Pra dua të them që ka qenë, pse mos ruajmë këto gjëra? Pse ne domethënë gjërat tona të mira nuk i ruajmë dhe gjejmë modele, siç e thamë edhe në misionin e kaluar, kotëm koti. Modele që s'janë modele, që janë antimodele. Ofrojnë kot si modele, ndërkohë që nuk të ofrojnë asgjë, vetëm se boshlik, vetëm se nxitje të le të themi të epshit e kështu me radhë. Kështu që edukimi është edukimi me rëndësinë e familjes, edukimi që kjo gjëja fillon këtu po vazhdon edhe në xhenet. Rëndësia që ne njëri tjetrin do ta marrim të tërheqim për në xhenet së bashku. Fakti që kemi përgjegjësi për familjen, që mund bëhemi shkak që nuk e kemi dhënë hakun familjarëve, që dënohemi e tjerë. Pra, ta kalosh nga standardi, le të themi, social, bashkëveprues, se na puq interesi i përbashkët mbi këtë, që është Zoti, kënaqësia e Zotit, bota tjetër, xheneti, xhenemi, jemi për njëri tjetrin, do të bëjmë për njëri tjetrin, do të ndërmjetësojmë për njëri tjetrin. Pra ta kalojmë këtë dimensionin mekanik, ta kalojmë këtë dimensionin materialist të gjës, ta shohim me sy tjetër familjen. Dhe në momentin që ne do ta shohim familjen me sy tjetër, unë them që do të kemi bekime nga Zoti, unë them që do na bëjë Zoti mbar, po edhe problemet ekonomike që mund të lindin do të jenë asgjë.
sa familje të varfëra ka, po që janë mashallah tepër suksesshme. Dhe sa familje të pasura ka që s'janë asgjë për të marrë model në familje. Pra që tregon se nuk ka diçka tjetër që faktikisht e rrit standardin në familje. Kështu që edukimi ka të bëjë shumë, edukimi fetar, edukimi familjar, mënyra se si le të themi shoqëria e familjen, mënyra se si e vlerëson familjen. E di që ka disa vende në botë për shembull që çudi e madhe është për to ditë, domethënë kam parë diku në këto rrjetet sociale që mashkulli kur martohej i prisnin duart. Ishte traditë. Tani ishte e pa imagjinueshme në atë vend që të kishte njëri të martuar me meshkut të kishin duar, ishin gjithë pa duar, nga këtu u aprishin duart. Nuk e di pse ishte ajo traditë. Mirë, po çfarë ka interesante kjo traditë? Interesante kjo traditë është shiko sakrificën. Po shkonte individi për të kriju familje, ishte prerja e duarve. Pra nuk është trill, është një zonë komplet, diku nga Nepali më duket ishte, ose nga India, diçka e tillë, ishte një zonë komplet që ishte traditë, ishte e pamundur të imagjinohej, nuk ekzistonte. Pra dua të them domethënë që unë nuk po them deri në këtë shkallë, deri në këtë grad, po them që janë disa gjëra të mira që duhen mbajtur, që duhen ruajtur dhe njeriu normalisht domethënë duhet sakrifikohej për këtë gjë, edhe ca le të themi ca gjëra të vetat, le të sakrifikohej sepse familja, fëmia, rritja e fëmijëve me prindër është shumë më e rëndësishme se sa le të themi ato pakënaqësitë tona apo ftohjet tona apo në një moment caktuar mungesa e emocioneve. Qartë. Dhe në fakt kjo ishte njëri ekstrem, pra ai që neglizhon fare familjen. Ka dhe diçka interesante që thuhet nëpër librat e Islamit, që thuhet nuk ka familje pa probleme. Qartë. Nuk ka familje pa debate. A familje që pretendon se s'ka probleme, ka dy gjëra. O kanë lidhje më me asgjë, janë ftorë krejtësisht, ose i kanë mbytur aq shumë probleme se janë bërë pandjeshëm ndaj problemeve. Sepse është normale që të ketë debate, të ketë gjëra, por nuk duhet të çojë gjëra në krisje të madhe, nuk duhet të çojë gjëra në gjëm. Qartë. Unë mendoj që ndarja, shkatrimi i familjes është gjëm. Aty pastaj hapen shumë seksion ose shumë sektor të djallit, shejtanit për të punuar me individët jo më valla duhet ta ruajmë shumë këtë gjë, këtë qelizën sa më shëndetshëm, edhe duke pas disa, le të themi, sakrifica ne që kemi përgjegjësinë kryesore, pra që është burri dhe gruaja, që është bashkëshorti dhe bashkëshorte. Pastaj vijnë të tjerët. Se në fund fare ne po i hapim dyert, do të futen. Nëse nuk do i hapim dyert, nuk do të futen. Pra ne jemi ata të cilët kemi në fund fare përgjegjësinë. Në fakt ky është njëri ekstrem, pra neglizhenca totale ndaj rëndësisë, përgjegjësisë së familjes, por është dhe një ekstrem tjetër, le të themi pra dhuna verbale ose kërcënimi me divorc. Pra shpesh mund të jetë dhe nga mashkulli dhe nga femra. Pra ajo thotë do të divorcohem nëse vazhdon kjo, ose mashkulli të divorcoj po e bëre. Pra dhe kemi dy gjëra këtu, kemi le ta përmendim në formë tjetër, themi dhuna psiqike dhe dhuna le të themi fizike ose verbale. Të dyja këto faktikisht janë të ndaluara. Dhe nuk ka pse njeriu të përdori dhunën në asnjë lloj forme, por duhet të përdori debatin dhe komunikimin. Madje ka një fjalë të bukur nga nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, e cila thotë: butësia në çdo gjë, pra nëna e besimtarëve tregon se pejgamberi alayhis salam ka thënë, butësia kudo që futet e rregullon, e përmirëson, e zbukuron, dhe butësia nga çdo gjë që hiqet e shëmton dhe e bën atë të urryer. Gjithashtu ka një transmetim shumë interesant nga nëna e besimtarëve, ajo vetë ka thënë si komentim të këtij hadithi, thotë nuk e ka ndëshkuar Zoti ndonjë familje, tani mund të jetë hadith, po unë e kam fiksuar nga nëna e besimtarëve, nuk e ka ndëshkuar Zoti ndonjë familje siç e ndëshkon atë kur largon butësinë dhe dhimbshurinë nga anëtarët e saj. Do thonë, subhanallah, aq të afërt janë këta njerëz. Në momentin që ikën dhimbshuria, butësia,
kthehen bisha, kthehen në një urrëtie të papar, thua që ky është armiku më i madh që mund të ketë parë ndonjëherë në historinë e vet, ky apo kjo. Pse? Sepse e hoqën dhimbshurinë, e hoqën butësinë. Kështu që domethënë ideja e ushtrimit të dhunës është mungesë butësie. Mungesa e butësisë çon këtë lloj situate, largimi i mëshirës. Pra, nga erdhi kjo gjëja, ne kemi shumë gjëra na ka lënë Zoti në dorë. Dhimbshurinë dhe mëshirën na ka lënë Zoti neve në dorë. Si tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po çfarë bëjmë ta kur ti tha ta ka hiç Zoti mëshirën nga zemra, ta s'kam fal ta pse je kaq i egër si njeri, ja kupton. Kështu që çifti do shkojë drejt përballjes, drejt komunikimit, pra drejt dialogut, drejt shprehjes me butësi, me qetësi, gjëra. Ora ka nevojë tjetër të kthehet për një moment. Ai mendon se është në drejt vet 100%, ndërkohë që me një fjalë mund të kuptojë që po ja fut kot. Pra nuk duhet shkojë çështja në dhunë, as në dhunë verbale, nuk duhet shkojë as në dhunë fizike. Për këtë arsye në Islam kur thuhet goditja bëhet fjalë për mizvak. Mizvaku është ai që pastron dhëmbët. Është simbolik pra një. Simbolik, pra me kuptimin e zgjo ose nuk je aty ku duhet, nuk është kështu. Nuk bëhet fjalë për dhunë, nuk bëhet fjalë për nxirje, nuk bëhet fjalë absolutisht për shembull, domethënë. Pra ideja është domethënë kur ne domethënë shkojmë pastaj deri tek dhuna fizike, unë mendoj se pastaj do ta kemi shumë të vështirë rikthimin edhe një herë në jetë normale. Po megjithatë, kur është qëllimi i mirë, prap harrohen gjërat, kalohen dhe kur shihet familja dhe fëmijët. Prej problemeve të dhunës, le të themi, që ushtrohet në jetën bashkëtorë është dhuna psikike, që nganjëherë është shumë më e rëndë se sa dhuna fizike. Sepse dhuna fizike ka një moment dhe ikën, ndërsa dhuna psikike është e përhershme. Injorimi, zhvlerësimi, krahasimi, mos falënderimi. Të gjitha këto janë dhunë psikike. Pastaj kërcënimi me divorc, kërcënimi se çoj tek familja, kërcënimi se të ika, kërcënimi se ik për shtëpie, kërcënimi se unë do të marr fëmijët. Unë, domethënë, sidomos mua që më vjen pyetje, domethënë, dëgjoj lloj metodikash, domethënë, për të habit njeriu se si njëra palë ushtron dhunë psikike tek pala tjetër, o për ta mbajtur peng ose për ta nxjerr nga jeta bashkëtorë. O zotni, nëse ty nuk shkon më, ndiq procedurat për të bërë divorc. Nuk ke pse ti ta përgatisësh situatën me dhunë psikike ose dhunë fizike. E njëjta gjë edhe femra. Nëse nuk e sheh vëlla vjen një moment që nuk e sheh më jetën me këtë njeri. Nuk ka pse ta përgatisë situatën me dhunë psikike ose me dhunë fizike, se ka edhe dhunë fizike ndaj meshkujve. Ndoshta në Shqipëri nuk është e përhapur, ka disa vende që është shumë e përhapur, në Marok për shembull. Po e marrim si shembull, çështjet më problematike në gjykata janë dhuna e femrave ndaj meshkujve, dhe që ka shkaku kryesor i divorceve. Pra, ka edhe kështu domethënë. Pra, nuk funksionon dhe nuk është gjë normale, as nuk është e këshillueshme, as nuk shihet si zgjidhje kjo gjëja. Nëse ka diçka, shko tek procedura e ndarjes. Islami thot pajtim, Islami thot arbitrim, Islami thot nëse në fund fare të gjitha dështojnë, atëherë ka një zgjidhje për këtë punë. Si më thonë, më mirë një dhimbje me fund se sa një fund pa dhimbje. Në fakt, një tjetër temë është edhe, ose themi nga faktorët e divorceve, është edhe xhelozia. Mirë po, këtu do të qenë pak kujdesshëm, pra ku është ajo xhelozia e falëndëruar dhe xhelozia e tepruar, domethënë, që bëhet dhe sebeb që çiftet në disa raste shkojnë drejt divorcit, pra xhelozia smurë më saktë. Po, që të ketë xhelozi është normale. Kjo tregon që ka dashuri, kjo tregon që ka vlerë shumë të madhe tjetrit tek syu i bashkëshortit apo tjetra tek syu i bashkëshortit. Domethënë është gjë shumë e mirë, domethënë deri diku që mashkullit ndizet për bashkëshortin e tij, po edhe femrat ndizet për bashkëshortin e saj. Deri këtu jemi okay. Momentin pasaj që te kalon në ekstrem, kalon në xhelozi të smur, kalon në xhelozi ndaj çdo femre apo në xhelozi ndaj çdo mashkulli, këtu pastaj po shkon situata drejt shkatrimit. Pra, një xhelozi
le të themi, normale, është si kripa. Një xhelozi, domethënë ekstreme, e smur, është si të shtohet kripa në gjell. Aq e bukur, aq të mirë bën kripa gjellën, saqë s'ka ku të shkoj, dhe aq e tmerrshme bëhet gjella, po të shtohet kripa, saqë s'hahet më. Kështu dhe jeta bashkëtorë me xhelozinë, domethënë, ka lezetin e vet, deri diku, po në momentin që për çdo vështrim, në momentin që për çdo largim, në momentin që për çdo mungesë, në momentin që për çdo vonesë, në momentin që për çdo, le të themi, angazhim që mund të ketë për punën apo kështu, pastaj ajo kalon në ekstrem dhe me të vërtet bëhet një problem shumë i madh, atëherë mund të ketë një zgjidhje të vetme që është zgjidhja e divorcit. Për këtë arsye unë i këshilloj çiftet, i këshilloj për hatër të Zotit, mos ja vini veshin shejtanit kur don të mbjell xhelozi të tepruar dhe ekstreme në jetën tuaj bashkëtorë, sepse, domethënë, do ta djegi situatën. Prandaj me qenë të kujdesshëm. Për këtë arsye dhe Islami nuk pranon që ti të paragjykosh, nuk pranon që ti të spionosh, të kërkosh çfarë mund të ketë, si ta kap, ku ta gjej, lëre gjën, lëre. Sepse ne i trajtojmë njerëzit siç janë, jo çfarë mund të ketë ai në zemër dhe në shpirt. Pra janë shumë gjëra që shërbejnë edhe në jetën bashkëtorë. Për shembull, ne themi në Islam, s'lejohet me paragjyku, apo jo? Po edhe në jetën bashkëtorë. Dhe xhelozia një nga problemet e saj kryesore, e cili është paragjykimi. Islami thotë mos spiono. Domethënë mos kërko rrugë të fshehta për të zbuluar të vërtetën ndaj një personi. Ky është spionimi. Po kjo vlen për shoqërinë, po edhe për jetën bashkëtorë. Ç'po duhet? Pse? Patjetër, apo. Ruajtja e tepruar. Pse ruhesh kaq shumë? Ç'a të keq ka? Për shembull, gjithmonë them unë, ç'a të keq ka që gruaja ta di pasportin e telefonit tat. Ti ta dish pasportin e telefonit. Nuk është puna e besimit, por nuk ka si të keqe. Unë di që mund të ketë njerëz të fiksuar kohë të shet çka ke folti me motorën, çka ke folti me mamin. Këta në ekstreme. Këta në ekstreme prap. Në momentin që ky e përsëri 2-3 herë, pse i the mamit kështu, pse i the motës kështu, atëherë ke drejt mos më dhon pasportin. Ama në momentin që në moment caktuar, po, për shembull, pse duhet të ketë ruajtje të madhe? Nuk duhet të ketë ruajtje të madhe mes burrit dhe gruas. Gjithsesi cili është i hapur, e lën telefonin aty, ikën në banjë, vjen. Pse e merr telefonin gjithmonë me vete për shembull? Pse duhet të jetë ky meraku? Jo, po unë kam muhabete me shokët. Çfarë lidhje ka? S'ke për të bërë muhabete seksi me shokët. Pra, ideja është domethënë që mos i lejmë vend shejtanit për të krijuar xhelozi, por edhe mos të egzagjerojmë në xhelozi, pra të gjejmë një rrugë të mesme që të ketë edhe ajo shijen e vet, kënaqësinë e vet, pa e tepruar. Xhelozia e tepruar pastaj kalon në ekstrem. Kemi raste sa dush çuditshme për shembull. Ka ardhur mua një pyetje sot sot mëngjes. Ka ardhur një pyetje, thotë, "Ose kam rënë hall thot me gruan", i them unë. "Po pse ke rënë hall me gruan?" Thot më akuzon, thot se kam diçka me kunatën. Është të fiksuar, thot, kunata jeton në vend tjetër, unë jam në vend tjetër. Po ju ka fiksuar, thot. A kupton? Kështu që këto janë problematika, pastaj këto duhen zgjidhur me doktor, pastaj se s'ka psikiatër që i merr përsipër, duhen zgjidhur në spital. Në fakt duket edhe sikur të gjitha këto që ne përmendëm, pra dhuna verbale, dhuna fizike, kërcënimi me divorc, xhelozia smur, në fund fare burojnë nga egoja personale, pra që mund të ketë një antar i çiftit. Dhe sa ndikon egoja, le të themi, ke shëndetin çift? S'ka dyshim që ka ndikim të jashtëzakonshëm, për këtë arsye domethënë Islami, le të themi, një nga mirësitë prapë ose mrekullitë që ka brenda vetes është shërimi i egos së smur. Se që të ketë njeriu ego është normale, po ka një ego që quhet ego e smur. Ajo egoja e smur është ajo e cila është problematike. Dhe Islami domethënë i sheh gjithë njerëzit para Zotit, para part. Islami nuk lejon që të injorosh, të përçmosh. Kjo është në tërësi, po edhe në jetën bashkëtorë. Ti nuk ke pse ta shohësh veten më të mirë se sa bashkëshorti, apo bashkëshorta më të mirë se ti vjen nga filan vend, apo ajo ka ardhur nga filan, s'ka lidhje. Pra,
Ne jemi gjithë barabartë para Zotit, ne jemi gjithë njësoj para Zotit, ne faktikisht jemi gjithë në start njësoj. Pastaj kush garon më shumë me veprat mira. Mund të jetë një grua më e vlefshme tek Zoti se 1000 burra, dhe mund të jetë një burr më i vlefshëm tek Zoti se sa 1000 gra. Pra nuk ka të bëj gjinia këtu. Këtu ka të bëj çfarë ofron njeriu, çfarë shërbimi jep, sa kontribon, sa sakrifikon. Këtu duket më i mirë në jetën bashkëtorë. Nuk duket më i mirë në jetën bashkëtorë se çfarë ka background pas apo çfarë nga ka ardhur. S'ka lidhje, mund të jetë shumë lart nga grada shkencore, po s'di të flasi, s'di të komunikojë me bashkëshorten e tij, apo gruaja mund të jetë shumë lart në shkencë, po s'di të krijojë një marrëdhënie normale me bashkëshortin e saj. Pa, nuk është kjo është komplet fushë tjetër. Për këtë arsye ne thamë çish fillim të herës kur kemi nisur misionin, kemi thënë familja është institucion. Pra, ti mund të jesh kushdo në jetë, po ky institucion ka ca rregulla të tjera që duhet i dimë edhe duhet ti mësojmë. Kështu që egoja është problem shumë i madh. Egoja është sëmundja e iblisit. Çfarë bëri iblisi mos i bjerë në sejdë Ademit alayhis salam? Vetëm se egoja. Dhe egoja, le të themi, manifestohet me një mallësinë që manifestohet në përçmim ose mospranimin e të drejtës. E kjo normalisht çon shumë gjëra pastaj. Kjo çon pastaj shumë gjëra. Qoftë xhelozia, qoftë, do të thonë, pikat që ne përmendëm sot kanë lidhje, absolutisht kanë lidhje. Sepse edhe të errëson. Egoja edhe të errëson, nuk ishte gjëra ashtu siç janë. Nuk i vlerëson gjërat ashtu siç duhet. Sepse gjithmonë ti do ta anosh nga vetja jote. Gjithmonë ke atë idenë se ti je ai që je gjithmonë perfeksionin. I vevulën edhe. Bukur. Atëherë bëjmë një shkputje shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Ja pra kur rikthyem sërish në studio. Hoxhë nderuar, një tjetër fenomen që raportohet si problematik për shëndetin e martesës është edhe pjesa e kërkesës së faljes vazhdimisht por pa ndryshuar. Pra përsëritja e gabimit ose më saktë neglizhenca për të ndryshuar thjesht një larja goje, siç e thot populli me një shprehje më fal. Saktë është. Domethënë kur ne dalim ose në një përfundim se ku është gabimi, ky gabim minimalja më nuk do të përsëritet. Do të thuash ti po njeriu është gabimtar, njeriu. Domethënë ka disa limite, domethënë që gabimi mund të përsëritet, po deri kur do të vazhdojmë më kështu? Pastaj jo çdo gabim është në të njëjtën peshë, domethënë ka gabime që janë të tolerueshme, ëh? Mirë, po ka disa gabime që pastaj në momentin që përsëriten, pra për shembull tradhia. Mund të ketë një farë tolerancë deri diku, por nuk mund të jetë fenomen i përsëritshëm. Le të themi një problem që ka të bëjë me përkujdesjen, me shpenzimin, mund të ndodhë një herë dy herë, por nuk mund të jetë i vazhdueshëm. Pra janë disa gabime, domethënë që kanë një farë tolerancë, janë disa gabime që nuk kanë tolerancë. Për këtë arsye, thirrje, në momentin që kërkojmë falje, nuk do ta përsërisim më. Do të thosh ti po Zoti fal, po këtu nuk je me Zotin, këtu je me robin. Domethënë, për këtë arsye ka një rregull disa që thot, po përmend arabisht, pastaj po mundohem ta përshtas shqip, thot të drejtat e Zotit në bazë kanë faljen, të drejtat e robit në bazë kanë në piknisje, pra, në piknisje ose si bazë kanë mosfaljen dhe kërkimin e të drejtës. Huququllahi mabniyatun 'ala al-musamaha wa huququl ibadi mabniyatun 'ala al-mushaha. Pra, të drejtat e Zotit ngrihen mbi faljen, të drejtat e krijesave ose njerëzit ngrihen mbi mosfaljen. Pra, ky kërkimi i faljes ose ma bëj halal, fal për hatër të Zotit, nuk e përsërit. Duhet të ketë një kufi, mendoj unë. Normalisht që nuk duhet vlerësuar, thash pra, mund të jetë një gabim i përsëritshëm, por le të themi është gabim
sido që puna është gabim tolerues, për shembull le të themi, ky vonohet gjithmonë. Dhe kanë rënë dakord që sot e tutje ky, për shembull le të themi, nuk do të vi më mbas orës 10 në shtëpi kot, po jap një shembull koti. Dhe ky nganjëherë vjen prapë në 10:30, po tani për gjysmë orë ne nuk do të bëjmë gurgule, nuk do të ngrejmë shamata, ëh? Pra ky nuk është le të themi gabim si ai tjetri që është gabim i rënd për cilin është problem. Pra kërkimi i falje duhet të ketë edhe limit, domethënë është gjë e bukur se tregon le të themi pranim të gabimit, po nënkupton që s'do bësh më. Ashtu siç falënderimi le të themi është mirënjohje dhe respekt, edhe kërkimi i faljes është le të themi mirëkuptimi i gabimit drejt vetes dhe për këtë arsye kërkon falje, që do të thotë nuk e përsërit më. Dhe në momentin që ne do përsërisim humb besimi, po humbi besimi, pastaj fillon dhe ngarkohen gjëra të tjera. Kështu që nuk duhet t'ia lejojmë pra humbjen e besimit, palës tjetër tek ne, duke përsëritur të njëjtën gjë dhe mbasi kemi kërkuar Allahullikun apo faljen. Pra nuk duhen përsëritur më mas faljes, normalisht do të ketë një ndryshim përmirësim të vazhdueshëm. Do të ketë përmirësim, po. Ju e thatë dhe në fillim që të emisionit që në Malajzi kishin certifikat trajnimi për institucionin e martesës. Po vetë martesa, a është shkollë edukimi pra që duhet ndryshojnë çiftet, duhet të marrin Ka përbas? dyshim që ajo është shkollë në vetvete, po një shkollë që duhet me ditë ca rregulla para se të shkosh në shkollë. Edhe shkolla për shembull le të themi ka një kopësht dhe ka një vit para shkollor, pastaj futen në bankat e shkollës. Kështu që edhe kjo punë vjen. Njeriu duhet mësoj, duhet dëgjoj, duhet paktën emisionet ose tematikat që janë trajtuar, domethënë rreth kësaj gjëje të mrekullueshme dhe të bukur dhe këtij hapi të rëndësishëm që hedh njeriu në jetë, duhen marrë në konsiderat gjitha, po edhe duhen lexuar gjëra që kanë bërë me jetën bashkëtorë, me të drejtat në jetën bashkëtorë, si zgjidhen problemet në jetën bashkëtorë, sepse të gjitha hapin, le të themi, dyer dhe dritare dhe horizonte, të cilat njeriu në moment të caktuar në jetën bashkëtorë mund të hyjë në punë, domethënë. Po në fakt shpesh çiftet janë dhe të vegjël, pra janë të rinj ose kur martohen, po kujt i lind si detyrë dhe edukimi i tyre, pra le të themi opinionist, hoxhallar, prindrit, kush do të merret që dhe t'i informojë dhe t'i flasi pak, domethënë. Është detyrë e gjithëve faktikisht, po barra më e madhe bie mbi familjen dhe mbi njerëzit e dijes dhe dietarët, hoxhallarët duhet si më thënë, duhet të angazhohen shumë me këtë pjesë, edukimin e çifteve, edukimin e familjeve, e folura për rëndësinë e familjes. Unë mendoj se kjo është një temë që duhet të rrahur sa më shumë dhe sa më shpesh, që besimtarët kuptojnë se ruajtja, mbajtja, krijimi, ruajtja dhe mbajtja e familjes është një formë e adhurimit të Zotit. Pra është detyrë e gjithëve, po më shumë bie barra mbi njerëzit e dijes normalisht, mbi hoxhallarët, mbi dietarët që të japin atë mesazhin e duhur, domethënë, pastaj bie detyra mbi familjet e vjetra, le të themi. Kështu, domethënë këta janë, le të themi, dy burimet kryesore që duhet përçojnë. Pastaj sa mirë do ishte që edhe opinionistët, analistët, emisionet televizive të hidhnin dhe të derdhin ujë tek kjo gjëja, kjo do ishte pastaj mrekulli. Në fakt ka tentativa, jo rrjetet sociale, si të minimizojmë, jo menaxhimi krizave, por që është më e madhe pjesa tjetër, që është më e madhe pjesa tjetër, po. Dhe që normalisht le të themi është ka një lloj impotence pa fenë e Zotit për të zgjidhur këto, sepse mund zgjidhen familje që janë krijuar, por që për të stimuluar të rit për të martuar, normalisht shtysa fetare është ajo që është kryesorja pastaj që vjen rresht parë. Hoxhë nderuar, falenderoj që jeni sot me në studio. Faleminderit juve. Gjithashtu falenderoj televizionit për vëmendjen që na kushtuan. Deri në emisionin e ardhshëm, asalamu alaikum.